Punën e parë kena bo me lajen, mas jashtu kështu të punu, pse mos më punu për veti. Për mu konë shumë e vështirë me të thonë as që e kom besu në fillim se munda mja dalë. Të vinë njerëz nivelit nalt. Vendimi për Gjermani u ardhë mas luftës, masi jam konë edhe në studime në fakultet juridik, edhe e kum pasi ka zgatë shumë për mu zhvillu veni atje, mas në bisedim me arpënjoren, në ato i na konë vesh njëftu në atë kohë, si na konë as të feju, as martun. E po am të arsyeshme që këtu ka zgatë shumë procedura e zhvillimit venit edhe thamë si e pa të marrë vendim i ronë, po në atë kohë thamë si e vetë një zgjidhje, jo për neve se na këshim jetu edhe atje dyqysh, po për fëmijët tonë atëherë morëm vendim thamë ma mira për me dalë në Gjermani. U konë në atë kohë viti 2005, unë jam konë në atë kohë në semestrën e 8 studime në Fakultetin Juridik Prishtinë. Kjo konë vitin në semestrën e parë në atë kohë kur i na njoftu edhe e morëm vendim me dalë edhe me ndihmën e Agjës këtu, që e ka restorani atë kohë, më ka nimu për marrë dhe më ka motivu për marrë këtu, edhe jena ardhë në atë kohë në 2005. Si çdo vendim që e merë, hap të ri, zoro konë vështirë për neve, gjuhë jo, kurgjo jo, po me kalimin e kohës, unë jam stabilizu, lindë edhe qika jon Lea, që dje i ka bu 17 vjetë, ju kanë reguluar dokumenta se në vitin 2010 janë ardhë dhe arpënjora me Lea në atë kohë. Si jam ardhë unë një komunisë me ndimen si tashat dhe Tagjës këtu, saj në atë kohë gastronomi ka punu, edhe do më thonë edhe puna parë si e këmë bo u konë gastronomi. Normal si gjithë shqiptar, punën e parë këna bo me lajen në atë kohë, se gjuhë s'kena ditë, kur gjuhë s'kena ditë, po edhe konë edhe zërë për punë, për mu ju konë i këna që ma ka gjithë një punë atë kohë për me lajen, atë kohë për mu konë veç me punu dikon. Edhe qështu ja kom njësë gastronomi njëherë, një restoran një Gjerman, ai restoran një njëfshëm Baden atë u konë Leos. Ma të pja ati ju më dalë në restoran italian, edhe të herë të la, si që të një e kur gjenë fillim, të la pjata, ma të ju më dalë në bar, si bar kipa të punu, edhe dikur ja kom njësë në servis edhe ju metë që aty. Në fillim nuk u konë ideja me bo, në fillim i marrë veç me punu, se për me jetu, në fillim nuk kom pas as ide me bo, po tu i parë rëthana, tu hec, tu ambicje të rritë ma shumë me kohë, edhe mas të ju marrë dhe një ide në vitin, do të thonë, para një kohë, kur e kena vendosë me marrë, nuk u konë vendimi letë, u konë vendimi rronë. Në hapësirat ku jena këtu, unë kom punu në 5 vjetë e mrama këtu, kështu që në gjë sistemi këtu që shkën, një këta njerës këtu që vinë, se na kena punë edhe me golfa këtu, që me njerës që luajnë golf, këta janë gjithë njëjtë njerës janë këtu, edhe unë jam konë 5 vjetë e mrama këtu e ku menagju, ashtu edhe si punëtor që jam konë, po jam konë menagjer këtu, me propozimin edhe të këtyne, të golfit këtu edhe më kanë propozu që masi të ashtu kështu jetu punu këtu, jetu a majtë krejt vetë, pse nuk me merë. Prej këti momenti ja kena njësë edhe me mënu, nuk o ka ide e keqe, masi ashtu kështu të punu, pse mësë më punu për veti. Edhe kena bo masi një bisedim me arpënjorën aty, me shoqën, e kena bo ape marim, aspe marim, fillim kena pas me dyshje, po, jo. E kena ditë sakrifica që duhen me bose edhe me fëmijët vogël, i kena pas 4 fëmijë edhe me fëmijët vogël, nuk u konë vendimi letë, se e kena ditë që mas ne kena me pas shumë pak kohë edhe për fëmijë. Edhe, po në fund e vendosëm se me punu ashtu kështu duhet dikon, kështu bile po punojmë për veti. Unë drejtën me thonë jam konë shumë e friksume në fillim, se tha edhe Lenti na i kemi 4 fëmijë, e kemi një vajzë të vogël 4 vjetë, edhe kom pas shumë frikë mja fillu me marrë këtë vendim, se jom tu gjetë se a mundë mi a dalë për shemë shkaku i fëmive se dhe aty një ju vynë ku hala me na pas ofër e kështu, po më ka motivu edhe Lenti se është ma mirë edhe për neve edhe për fëmijët për të ardhmen e tyne, kështu kena vendosë se mi a fillu, për krahin e ka edhe temën gjetë, masi që ka punu shumë kohë në gastronomi dhe i ka ecë e dojnë krejt këta golfit këta njerës që jetojnë këto dhe na kanë motivu edhe neve drejtën me tonë, na kanë shtipër me marrë këtë hap edhe me vendosë për një të ardhme ma të mirë për fëmijët edhe për neve. Punoj shumicën e kohës jam ofër edhe Lentit, e përkrahin çdo ditë edhe sa ka mundësi, po edhe kohën e fëmijëve nuk e harrojmë, ju kushtojmë edhe fëmijëve. Konë shumë e vështirë me të thonë as që e kom besu në fillim se munda mja dalë, se kur tashëm fillim e kena pas vendosë njoni me punu, njoni me mu kujdes për fëmijët, edhe tani kur
pa ta fillu në që atë kohën që u konë dikush pronar tjetër këto, pa ta fillu do ditë për më ardhë dhe me pa vetën, a munem para si me vendosa, a munem ja dala jo, e kom pa që po muna, po jam shumë e shlirë këto, me përkrahin edhe klientit, so në s'kisha punu në gastronomi asnjëherë, edhe kjo më ka motivu të në kohën, po ja del munem, e bojmë kështët edhe kom pa që edhe me këta njerëz këto janë shumë të mirë, na kanë përkra tepër, po na shkon shumë mirë. Këtu janë njerëz, kjo një golfplac këtu, këtu vinë njerëz nivelit nalë, këtu janë njerëz që kanë firma, që ju hecin bizniset dika, edhe këta janë për çdo ditë këtu, vinë më relaksu këtu, mas 4 orë në golf që luajnë këtu, vinë më relaksu, e një vetën si në shtëpi vetë, najna për çdo ditë këtu me ta, edhe na njihem jo si musafir ata, po njihem si në shtëpi, se i shohim, edhe puna nuk është e ronë, se këta janë njerëz që kanë punu krejt jetën, e din shka me punu, nuk është vështirë me punu me ata, që të kuptojnë, edhe me ka herë kur të kena situatë ku është shumë punë, kur kena shumë punë, këta të kuptojnë, që na punojnë 7 ditë një javë, edhe shpesh na thojnë këta, këqërën runi shëndetin e juj, pushoni, a din merrni pushim edhe jo, po, që qysh kallëzum edhe ma herë, na kur e kena vendosur me market lokal, e kena ditë që 3 deri 5 vjet e para duhet me punu vetë. Dikur, po ma e mytë që duhet me hecë edhe ka pak vetë, a din mos me konë gjatë na këto. Po, ja 3 vjet deri 5 vjet e kena bo vetin krysi, kjo duhet me konë na për çdo ditë këtu derisa të funksionon. Restorani gjinet në Golf Plac, në Golf Club Baden Hills, është nga të aeroportit Baden-Badenit, që mundet mi pa këtu, do më thonë në Rhein-Münster. Këtu janë italiane edhe gjermane. Për që ato e kena të angazhum këtu edhe një italian si shef të kuzhines, edhe kena edhe një gjermane që punon këtu. Po, këta plus që kena, do më thonë, punojmë edhe si familje, këm vllavin këtu, gruan e vllavit këtu, që punojnë edhe tjertë janë krejt punëtorë shqiptarë, përveç kuzhinierë që na vynë për receptat e Italisë për mi bo, edhe kena dha gjermanin për receptat e Gjermanisë, tjertë i kena krejt shqiptarë. Dhe në 10 veta jena këtu ta angazhun, për në sezon dimnit na vynë ma pak, po për verës na vynë 10-12 në varet për qysh funksionon që. Gravi ju kisha thonë me pas shumë besim të vetja, me marë iniciativin edhe vetë për vetës, se çdo femën që donë mundet mja dalë. Trive ju kisha thonë si shkoni mas ambicjev t'juja, nëse mendoni me bo diçka bëni, provoni, nuk do me thonë që gjithë duhet me funksionu, ka herë s'funksionon, po mos me provu, ki hup në start. Me provu, e din që e ki provu, edhe s'funksionon, po amo gjithë qysh me provu duhet. Është më rëndësi me provu, se jo mu dërzu para se me provu. Unë edhe kumë pasë dhe përkrahjen e këtyne. Këta më kanë motivu mi marë këtu. Këta më kanë thonë, ti duhet mi marë, ti po punon shumë këtu, pëse mësë po punon për veti. Unë e kumë pasë nasha pak ma letë se dikush që shkon me një restorant dikun tjetër, do mi marë tjetër, dhe për fillimit o pak ma problem. Këtu vinë njerëz të nivele shumë të njallë. Këtu janë krejt njerëz që kanë firma, që kanë biznise, do më thonë këta, shpesh thonë këta janë njerëz pa stres këtu, apëtin se vinë qetë, vinë luajnë golf, do më bizniset i kanë punu krejt jetën, e din shka o puna, i din senet, po plus i kena na këtu për që i kena dhe menyn e ditës si na vinë këtu, këta vinë, si më thonë këta menagmenti aeroportit, prej drejtorit aeroportit, në ta dej ma posh krejt vinë punëtor të aeroportit, këtu se aeroporti i ka dikun 5-6 punëtor, edhe ata vinë gjithë këtu, për çdo ditë prej tonës dhe i premten, vinë për çdo ditë për menyn e ditës.